إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Falënderojmë Allahun, krijuesin e gjithësisë, sunduesin e ditës së gjykimit. Dëshmoj me bindje të thellë se askush nuk adhurohet me të drejtë përveç Atij, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe është i dërguar i Tij. Salavat dhe selamet qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbar pasues të tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur besimtar, Imam Al-Bukhari wa Muslim në sahihun e tyre thonë, e përmendin një hadith an Aisha radhiyallahu anha qalet, transmetohet nga nëna e besimtarve Aisha radhiyallahu anha të këtë thënë, Qultu ya Rasul Allah, i thash o i dërguar i Allahut, Ibnu Jad'ana kana fil jahiliyati yasilu ar-rahim wa yut'imu al-miskina. Abdullah ibn Jad'an, i cili në ignorancë në kohën e gjahiletit vdiq në atë gjendje, mirë po njëkohësisht mbante lidhje farafisrore dhe ishte njëri që ju shente të varfrit. Fa hal dhalika tanfa'uhu, a do t'i bëj dobi në ditën e gjykimit? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, la yanfa'uhu, nuk do t'i bën dobi. Innehu lam yakul yawman, nga se ai asnjëherë gjatë jetës së tij nuk tha një fjalë, Rabbi ighfirli khati'ati yawm ad-din, o Zoti im, më fal mua, më bën mua nga të falurit në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër të imanit, Abdullah ibn Jad'an ishte një njeri i cili ishte shembull në modestinë dhe bujarinë e tij. Pra aq ishte mikpritës saqë çdo ditë prente nga një deve, i respektonte dhe i nderonte njerëzit. Saqë thuhet, therte nga kafshët e tij dhe shpenzëve ju japte ushqim. Pra ishte bujar, ishte shembull në bujari. Dhe një pyetje vjen nga nëna besimtarve, e zgjuar, sepse ka një ajet madhështor ku Allahu thot, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Njeriu do të vijë në ditën e gjykimit, ka bë vepra të shumta në këtë dunja, mirë po do të jenë pluhur, do të jenë shkapërderdhura, do të jenë pa bazë, të pluhurosura në ditën e gjykimit. Dhe një pyetje logjikshme nga Aisha radhiyallahu anha i është drejtuar pejgamberit alayhi salatu wassalam, ai bën dobi kjo Ibn Jad'anit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e qartëson se ai i cili nuk beson Allahun, nuk beson drejt sipas udhëzimeve të Kur'anit, ai i cili nuk e beson ditën e gjykimit, nuk do t'i bën dobi as një vepër në jetën e kësaj bote që ka bë. Të dashur vëllezër të imanit, është e trisht, është e frikshme
Të shohesh një nga njerëzit më të zgjuar në vendin tonë, kalon një jetë të gjatë mbi 90 vjet dhe në fund ka kaluar mbi 90 vite dhe nuk i ka ra Allahut në sejdë. Madje e lën testament që të mos vorroset sipas asaj që ka zbritur Allahu subhanahu wa ta'ala. Të dashur besimtar, njeriu sado që të mahnitemi me zgjuarsinë e tij, nëse ai nuk ka respekt për krijuesin e gjithësisë dhe nuk e nderon veten e tij që të vorroset sipas asaj që Allahu subhanahu wa ta'ala ka bërë të ligjshme, pasi që Allahu ka formsuar njerin formën më të mirë, ka zbritur Kur'anin, udhërrëfyes për njeriu, ka dërguar pejgamber, e ka bërë tokën të sheshtë për njeriu, e ka krijuar njeriu në formën më të mirë. Megjithatë, pas gjithë atyre të mirave që Allahu i jap robit, ai është përbuzës, ai është mohues. Kjo e bën njeriu që të ketë frikën e Allahut dhe të lutemi natën dhe ditën, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, o Zoti ynë mos na lako zemrat tona pasi që ti ato na i ke pastruar. Ai i cili nuk e ka pastruar gjoksin e tij nga kufri, nga shirku, nuk e ka pastruar ideologjitë e tij që të ketë besim të drejtë, është shumë e drejtë që të mos edhe pastrohet trupi i tij në fund të jetës së tij. Ibn Jad'an pra ka qenë njeri i cili ka bërë vepra të mira. Shumë njerëz mund të jetojnë për vite, mund edhe të kenë respekt për Islamin, apo mund të jenë të drejtë në muslimanët, por nëse ai nuk beson Allahun drejt, nëse ai nuk beson ditën e gjykimit, të gjitha do të jenë pluhur në humner në ditën e gjykimit. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, kuptimi ajetit, Allahu nuk ja u pranon pa besimtarve zëqatin e tyre. Në thakatuhum, për çfarë? Sepse ata nuk kanë besuar Allahun dhe të dërguarin e tij. Robët e Allahut, Allahu ka nderuar njeriu në mesin e krijesave të tij me intelekt, zgjuarsi. Por sa e shëmtuar është njeriu, të cilit Allahu i ka dhënë zgjuarsi, të mos e kuptoj se gjëja e parë, pra nga dhuntit e mëdha që njeriu mund t'ja jap dikujt lapsin, që të shkruaj për 80 vite, që të jetë i dalluar në mesin e të gjithë njerëzve të tjerë, me zgjuarsinë e tij, dhe ti kaloje tërë jeta dhe të mos e kuptoj që gjëja e parë që ka krijuar Allahu është lapsi. Kështu na mëson Islami ynë i pastër. E para që ka krijuar Allahu është lapsi dhe i ka thënë shkruaj çka do të ndodhë deri në ditën e gjykimit. Sa njerëz mendojmë që janë të ngritur me dituri, por janë të mangët në këtë pikë. Nuk e kuptojnë cila është krijesa më e madhe, arshi i Allahut. Nuk e dinë për çfarë janë të krijuar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk i krijova gjinin dhe njerëzit për asgjë tjetër, post që të më adhuroni mua, thot Allahu. Sa njerëz kalojnë jetë të tërë, mbi libër, marrin orientim të gabuar dhe nuk e kanë shijuar ëmbëlsirën e imanit. Sa njerëz kanë shijuar të gjitha kënaqësitë e dunjas, mirë por nuk e kanë shijuar që balli i tyre miran sejdë Allahut, nuk e kanë shijuar me vesh ihramin në haxh, nuk e kanë shijuar iftarin, kanë vdekur dhe vdesin pa i shiju gjë më të çmuar që është këtë dunja, është besimi në Allahun, besimi i drejtë. Të dashur besimtar, sa shëmtuar është njeriu të vdes nga kjo dunja, të vdes, ndahet nga kjo botë, dhe të mos e ketë kuptuar se njeriu është nga balta e dheut, mirë po mendon se ka është prijardhin e ka nga majmuni. Sa shëmtuar është të vdes njeriu nga kjo dunja, të ndahet nga kjo botë, dhe të mos e kuptoj se aty është fillimi i jetës vërtet. Aty është ndarja nga kjo botë, mirë po shpirti do të rikthehet në trup në ditën e gjykimit. Sa shëmtuar është njeriu të ndahet nga kjo botë për jetë të tërë, që ja ka dhënë Allahu mundësi që ta kuptoj këtë Islam, sa shembuj ka shembulluar Allahu në Kur'an për të zotit e mendjes. Mirë po si thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah,
për pasuesit e epshave, o tuhu dhakaen, ju ka dhënë Allahu intelekt, walem ju tuhu zakaen, por nuk ju ka dhënë Allahu pastërti. Mund gjeni një bari që nuk din me shkru emrin e tij, mirë po, kur ta pyetësh për çështjet besimit, trondit me argumente logjike, për ditën e ringjalljes, për familjen, sepse Allahu i ka dhënë atij jo intelekt, po i ka dhënë kuptim të qartë fesë. Dhe pak janë ata të cilët mund t'i kuptojnë këtë gjëra. Sa njerëz din ta dallojnë se çka është e mirë dhe çka është e keqe, por thot Ibnul Qayyim rahimahullah, pak janë ata njerëz që dallojnë në mes dy të mirave cila është më e mirë dhe në mes dy të këqijave cila është më e keqe. Të dashur besimtar, gjëja më e shtrenjtë është besimi. Andaj, kur shohim njerëz që vdesin kufër, kur shohim njerëz që vdesin mosbesim, ne duhet i friksohemi vetes sonë. Duhet i friksohemi çdo lloj cytje të shejtanit që mund na devijojë nga rruga e vërtetë, rruga e Allahut, rruga e shpëtimit, rruga e lumturisë, rruga e suksesit. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala na ka përmendur se ata të cilët me yuti illaha wa rasulah, kush i bindet fjalës së Allahut dhe fjalës së pejgamberit alayhi salatu wassalam, faqad faza fawzan azima, ai ka arritur një fitore të madhe. Fawzan azima, fitoria e madhe është që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men asbaha minkum aminan fi sirbih", ai cili zgjohet me mëngjes do është i sigurt në fenë e tij, muafan fi jasadih, i shëndoshën shëndetin e tij, indahu qut yawmih, e ka ushimin e asaj dite, كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، është sikur m'ia dhon krejt dunjan me gjithë atë që ka përkan dunjaja. Lusim Allahun që të na forcojnë besim, që të na bëjë të qëndrueshëm deri në vdekje. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa su' fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Të dashur besimtar, keni frikën e Allahut, përgatituni para se të vijë një ditë që për shumë njerëz mund të jetë dita e dëshpërimit, ku nuk do t'i bëj dobi njeriu ai dëshpërim. Momentet më të vështira që do t'i kaloj njeriu është momenti i ndarjes nga kjo botë, kur vinë me lajket dhe njeriu në këto moment, nëse ka vdekur pa iman, e vetmja dëshirë e tij është la'alli arji'u a'malu salihan, o Zoti im, ma mundso që edhe një herë të kthehem këtë dunja që të bëj vepra të mira. Pastaj momentet më të vështira për njeriu janë momenti në ringjalljes në tokën e mahsherit, kur njeriu do të kafshoj dorën e tij yawma ya'uddu adh-dhalimu ala yadayhi, do ta kafshoj dorën e tij nga dëshpërimi dhe do të thotë: "Ah, sikur të kisha ndjekur rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam." Në nga momentet më të vështira që njeriu do të kalojë është kur do të ekspozohen regjistrat e veprave tona. Dhe njeriu do të thotë: "Ja lejtani lam uta kitabiyah." Ah, mirë për mua sikur të mos më ishte dhënë ky libër. Çfarë ka në atë libër? Njeriu do ta dëshmojë në ditën e gjykimit: "La yughadiru saghiratan wala kabiratan ila ahsaha." Nuk ka e mirë dhe e keqe që njeriu e ka bë, veç se do ta gjej aty. Mali hadha al-kitab, ç'është me këtë libër, njeriu do të thotë: "Lam yughadir saghira." Pra asnjë vepër e vogël, qoftë e mirë, qoftë një buzëqeshje që ja vllau tënd, apo një pikëllim, do ta gjesh në ditën e gjykimit. E një nga momentet më të vështira është kur do të dëgjojnë bubullimin e zjarrit të xhehenamit: "Ya lejtana nuraddu wa la nukadhiba bi ayatina." Oh, sikur të ktheheshim edhe një herë në këtë botë dhe të mos i përgënjeshtonim argumentet e Allahut.
A ju thuhet në ditën e gjykimit, efe sihrun hadha em la tubsirun? A është kjo magji apo nuk po shihni? Sepse ata që kanë kryenetësi, ata që janë refuzues të vërtetës, ata thonë, ju që po besoni, ju po ju hapin, po ju bëjnë si magji, pra po ju mashtrojnë, nuk e besoni ditën e gjykimit. Për çfarë? Sepse ju jeni ngritur në aspektin intelektual, sepse nuk e kanë përvuar ndonjëherë ditën e gjykimit, apo nuk i shohin me lajket. Pra mendje ngurët, kryenetësi, dhe Allahu kur do ta zbalon zjarrin xhehenamit në ditën e gjykimit, ju thot, efe sihrun hadha? A mos është kjo opium? A mos është kjo mashtrim? A mos është dogm? Apo la tubsirun, nuk po shihni? Këto janë dy argumente të dobta që argumentojnë pabesimtarët, që thonë ne besojmë vetëm atë që shohim dhe ne besojmë fakte shkencore, pra nuk ju mjafton argumenti i Kuranit dhe Sunetit. E sa argumente Allahu në fund na thret, la'allakum ta'qilun. Këto janë argumente për ju që keni logjik. Për ata që zbesojnë Allahun, në veçanti ateistët, laikët, djeli është i rastishëm, njeriu është i rastishëm, mashkull dhe femër. Nga një pikë gjaku formsohet në tapat zhvillimit, që na i ka mësu pejgamberi alayhis salam në hadith dhe ajetin Kur'an. Dhe vinë ta dhe na japin leksion për logjikën, se çdo gjë është e rastishme. Andaj, një nga dëshpërimet më të mëdha që do të ketë njeriu kur do të futet në zjarr, e vetmja dëshira është që t'ju lehtësohet dënimi, apo do të dëshironin pasi që kafshët të shndrohen dhe pluhur, sepse dhe kafshët do t'japin dëshmin ditën e gjykimit, do të dëshirojnë ja lejteni kuntu turaba. Ah, mjerë për ne sikur t'ishim pluh, sikur t'ishim dhe, pra të vdisnim për çdo herë. Andaj, robët e Allahut, kur shohim njerëz që vdesin pas një kohë të gjatë, edhe se Allahu ju ka dhënë zgjuarsi, por nuk ja u ka dhënë pastërtinë e besimit, nuk ja u ka dhënë me të çmuarën, atëherë kjo neve na bën që të friksohemi, që të lutim Allahun që të na forcojnë besim, ta ujisim besimin sikur një pemë që të mos vyshket, të jemi qëndrueshëm. Vdekja është e papritshme. Andaj një prej dietarëve kur ka kaluar pranë të vjetërve ka thënë, çfarë ndodh kur ndeget e mollës, pra kur piqen pemë, çfarë ndodh? Ato bin tokë. Pra ju të moshuar, çfarë pritni pas pendimit? Jeni shumë afër vdekjes. Dhe kur kalon të pranë të rinjve, ju thoshte, sa pemë në deg bin tokë para se të pjeken. Pra sa të rinj mund të vdesin para se të plakën. Shanca më e mirë është përderisa ti të jepet mundësia me kuptu të vërtetën dhe duhet ta kërkosh. Dhe pasi që të qartësohet e vërteta, nuk ka rrugë tjetër, po ta lutim Allahun që të na forcoj, sepse kjo është rruga e drejtë, e paluhatshme dhe rruga e suksesit në dunja dhe në ahiret. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء أئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين.